Autoritetet vendore në Durrës kanë përkujtuar këtë martë 87 vjetorin e rezistencës ndaj pushtimit italian, me datën 7 prill 1939. Në mbrojtjet e dheut, atë ditë duke luftuar heroikisht kundër pushtimit fashist, heroi Muil Qinaku. Në monumentin simbol të kësaj dite, autoritetet vendore kryen homazhe dhe vendosen kurora me lule. Kryetari i organizatës së veteranëve, Hajder Domi, tha rreth kësaj dite: I përshëndes të gjithë pjesëmarrësit dhe gjithë popullin shqiptar në këtë ditë të rezistencës të popullit ton ndaj pushtimit fashist. Ndere lavdi për heroin e popullit Muil Qinaku dhe dëshmorët që dhanë jetën në luftë me fashizmin italian, që ishte shkëndija e parë e pjesëmarrjes së popullit shqiptar në luftën antifashiste nacional çlimtare, që realizoi çlirimin e vendit, çlirimin kombëtar. Në ceremoninë e sotme, ndryshe nga tradita e përvitshme, mungoi fjala e rastit nga ana autoriteteve, gjë që nuk u prit mirë nga kreu i organizatës veteranëve dhe pasardhët të luftëve nacionale çlimtare për Durrësin, Hajder Domi. Mendoj që bashkia ta organizojë një çik më mirë. Sot fjala nuk kishte përshëndetje nga askërkush, u vendosën vetëm kurora. Për mendimin tim kjo është një mangësi, edhe pse ne ndryhym në bashki dhe kërkuam që të bëhen përshëndetje, nuk u realizua. Me 7 prill të vitit 1939, Durrësi ishte qyteti i parë që u pushtua nga trupët italiane dhe i dha Europës dhe dëshmorët e parë të luftës antifashiste.